Pyetja ka të bëjë me kriptovalutat. Shumë herë kanë insistuar me bën një përgjigje në lidhje me këtë. Nuk do të flas për dispozitën e kriptovalutave. A lejohet, as lejohet, për arsye se është do thot një debat i madh, faktikisht ka dy mendime në kohën bashkëkohore, është një prej temave shumë, çish më thon, komplekse. Ka shumë prej dietarëve që kanë rezerva, nuk dhajnë përgjigje. Për shkak se është do thotë ende janë disa sende pa qarta. Edhe dietarët bashkohor në për akademi ndryshme, për arsye se ka akademi të veçanta që mblidhen çdo vit edhe i diskutojnë çështjet aktuale, ka debate edhe mes tyre, mes fukahave bashkohor, ka prej tyre që e lejojnë, ka prej tyre që janë ma kufizuese dhe ndalojnë, duke u nisë që shumë paqartësi e kështu sene. Pra, unë personalisht për momentin mendoj që në formë të kufizume është e lejume, do thotë mbajtja apo shitja apo do thotë posedimi këtyre kriptovaluta, po jo të gjitha. Ka do thotë disa që pra me disa kufizime. Unë s'po du me folë për këtë temë, ndoshta në ndonjë rrethon, ndonjë situatë do ta diskutojmë pak më gjerësisht, po ajo që po du me e trajtu është se shumë prej djemve që kanë kësi kriptovaluta i kum pa edhe ma kanë shtru këtë pyetje, edhe kur është në xhami e ka fal namazin e ka thirr ezani është tu prit me fal farzin, i këshyr ato, a kanë hypa, s'kan hypa, domthon ju ka bosh prehi edhe mrena në xhami, ndoshta bën edhe shet e blen. E kjo duhet me pas kujdes. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe kanë ndalu që të bëhet tijaret mrena në xhami. Do thotë me shite me ble mrena në xhami. Gjithashtu kanë ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe mrena në xhami, edhe me, nëse dikujna diçka i ka hup, me ardhë dhe me thonë, më ka hup një kulet të rruga, kush e ka gjetë, le të lajmërohet, ose me shkrujt të xhamia, kjo është do të thonë diçka e ndalume. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë këto mrena në xhami, ose në obor xhamis. Gjithashtu edhe ka ndalu me bë tijaret. Edhe kjo ndalesë futet edhe me kriptovaluta. Do të thonë nëse përcjellja, shikimi i çmimeve nuk është diçka e mirë në xhami me bë kët, prandaj keni kujdes edhe largojeni kësaj, pra je fut në xhami, nale, atë mos u merr me kët, e aq më pak nëse ka të bëjë me shite me ble. Pavarësisht nëse ka hyp çmimi apo mrena në xhami mos bë, do mund dil pe xhamis edhe bëni këto gjëra është e ndaluar. Ktu futet edhe shitblerët online. Për shembull, nëse je tu përcjell ndonjë temë apo diçka edhe të vjen një reklam edhe sheh një çmim të lirë, diçka me ble, pavarësisht çka është ajo, edhe më thonë Allah të ka lirë pe ble, mos e bë këtë mrena në xhami, për arsye se ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë shitblerje brenda në xhami. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.